Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për rregullat të cilat do t'i marrim në konsiderat dhe t'i zbatojmë në raport me urdhnat fetare. Pasi që dim, për njeriu nuk ka lumturi as këtë botë, as botën tjetër, veç se duke u bindur atij që e zotron këtë botë dhe të ka është kthimi dhe ringjallje. Pra te Allahu subhanahu wa taala. Dhe njeriu nuk ka mundësi me realizu këtë gjë, pra këtë bindje ndaj Allahut, përveç se duke u përgjigjur pa kushte fesë Allahu subhanahu wa taala. Duke zbatuar urdhat e tij dhe duke u larguar plotësisht prej ndalesave të tij. Kështu kanë ardhur tekste të shumta prej Allahut, po krijuesit ton në librin e tij, po gjithashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në surën Anfal, ajetin 20 dhe 21 thot: Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ajo që keni besuar, bindjeni Allahut dhe të dërguarit e tij dhe mos ja ktheni shpinën derisa ju jeni duke i dëgjuar pa urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mos u bëni sikur ata të cilët thanë dëgjuam dhe realisht ata nuk ja vënë veshin urdhnave të Allahut, pra nuk dëgjojnë. Po ashtu në surën Nur në ajetin 54 Allahu subhanahu wa taala thot: "Qul atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul, fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum." Thuaju, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. E nëse ju shpangeni, po ja ktheni shpinën, atëherë të dërguarit i takon ajo me cilat ai do të jep llogari dhe përgjegjësi me atë që është ngarkuar, edhe jo do të jepni llogari para Allahut me atë që jeni ngarkuar ose që e keni detyrë. Pra më ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Nëse ju i bindeni atij, do të jeni të udhëzuar. Kurse thotë të dërguarit i takon vetëm kumtimi i qartë, por përcjellja e qartë e mesazhit prej Allahut subhanahu wa taala. Në Sahihun e Muslimit transmetohet hadithi prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma nahaytukum anhu fajtanibu." Por çdo gjë që ju ndaloj, largoni tërësisht prej saj. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Ndërsa me ato gjëra që urdhnoj, kryeni dhe zbatojeni aq sa keni mundësi. Dhe në mënyrë që robi, pra njeriu, t'i kryej urdhnat e Zotit e tij, atëherë patjetër do të më njohë disa prej rregullave dhe detyrave që e ka obligim, që tham, me i zbatu ose me i marrë në konsiderat në raport me urdhnat fetare. Dhe këto rregulla dhe detyra janë të shumta. Mirë, po ne do t'i përmendim disa prej tyre. E para është që urdhnat e Allahut, urdhnat e Zotit tij, me i pranu me kënaqësi dhe pa pranim të plot, pa kushte. Po mi zbatu ato, me tregu në shtrim dhe dorëzim të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po duke shprehur dashurinë ndaj tij edhe duke e lakmuar ose shpresuar shpërblimet e shumta që Allahu do t'i adhurojë atij. Dhe pa dyshim kjo është një prej bazave të imanit. Allahu subhanahu wa taala thot, surën Nur në ajetin 51: "Innama kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Përgjigjja e besimtarëve është vetëm që të thonë, po kur thirrën te Allahu dhe pejgamberi dhe i dërguari i tij, të thonë që ai me gjiku mes tyre, që thonë ne dëgjuam dhe u bindëm. Dëgjuam dhe ju përgjigjëm urdhnave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë vërtet këta janë të shpëtuarit. Po ashtu në surën Anfal në ajetin 24 thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." Ajo që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju thret në atë në të cilën është jeta juaj. Po qëllimi është jeta e zemrës juaj.
Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Dhe dijeni se Allahu ndërhyn mes njeriu dhe zemrës së tij, dhe dijeni se vetëm tek ai do të ringjalleni, do të duboheni. Në surën Nisa në ajetin 65 Allah thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Thot jo, për Zotin tënd, ata nuk kanë besuar derisa ty të marrin si gjykatës në kundërshtimet dhe mospajtimet mes tyre. Pastaj kur ti të gjykosh, mos gjejnë ata ngushti në veten e gjoksat e tyre, në zemrat e tyre ndaj gjykimit ton, dhe të dorëzohen ty plotësisht. Ibn Sa'di Allahu mëshiroft kur e komenton këtë ajet thot: në këtë ajet madhështor Allahu subhanahu wa taala po betohet në qenien e tij, në veten e tij fisnike. Që njeriu, po ata ose njerëz nuk kanë mundësi me realizu imanin derisa ta marrin të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam se gjykatës në gjitha mospajtimet, të mëdha dhe të vogla qofshin që ndodhin mes tyre. Gjitha kundërshtimet, me marrë ata si gjykatës. Pastaj thot, nuk mjafton vetëm kjo gjë që ata me marrë si gjykatës. Po patjetër dohet që edhe ngushtia apo dyshime që e kanë zemër, edhe në gjoksa të largohet plotësisht ndaj gjykimit ose në raport me gjykimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po thjesht pra duhet ta marrin si gjykatës pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në mënyrë, do thotë duke i mbyllur syt në mënyrë të verbër, pra që është thamë pa kushte. Dhe gjithashtu thotë edhe kjo nuk mjafton, po siç po tregon Allah subhanahu wa taala në këtë ajet. Mirë po dohet me ju dorëzu plotësisht gjykimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po me gjoks të hapur, me krahëror të hapur, edhe me shpirt të qetë. Po me ju nështru edhe me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me t'jashtmen ton, po edhe me të brendshme ton, me zemrë. Prandaj thot tahkimi, pra me marrë si gjykatës pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo është te niveli i islamit. Pra këtu shfaqet islami yt, sa i dorëzohesh pa Allahut dhe pejgamberit. Largimi ose mohimi i dyshimit edhe i ngushtisë së zemrës, kjo është te niveli i imanit. Të të shpreh imanin ton, besimin në Allah subhanahu wa taala. Kurse teslimi, pra me ju dorëzu pejgamberin plotësisht, kjo hyn te niveli i ihsanit. Pra me përkry veprat tona. Dhe Imam Shafi Allah mëshiroftë ka disa vargje poetike të mira, thot: "Aslim in arada Allahu amran fatruk ma uridu lima yuridu. Wa ma li iradati wajhun idha ma arada Allahu lima la yuridu." Thot dorëzoju asoj gjëje që Allah subhanahu wa taala e ka dëshiruar me ndodh, ose e ka urdhëruar me ndodh, ose e ka ligjësuar kështu më radh, edhe leje ato që dëshiron ti, mirë po që realisht do thonë Allah subhanahu wa taala dëshiron të kundërtën. Prandaj thot dëshira ime nuk merret parasysh. Nuk merret fare parasysh nëse Allah subhanahu wa taala dëshiron diçka që është kundërshtim me dëshirën time. Rregull tjetër që duhet me pas parasysh edhe në konsiderat është që besimtari duhet me pas njohuri, me pas dije rreth urdhnave të Allahut subhanahu wa taala. Pra dije të mjaftueshme, sa i mjafton atij. Nga se veprat janë sikurse ndërtesa. Kurse themeli edhe baza e tyre është dija dhe besimi. Prandaj ai i cili dëshiron që ndërtesa e tij të jetë e fortë edhe që ndroj drejt, patjetër do të forcoj edhe të përkryej themelët e saj. Allahu subhanahu wa taala në surën Tauba në ajetin 29 thot: "Afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khayrun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Thot është më i mirë ai i cili themelët e ndërtesës e tij ka vënë mbi devotshmërinë Allah subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij. Apo ai i cili themelët e ndërtesës e tij ka vënë buz një gremine, një grope të gryer, në të cilën pasaj rrokulliset dhe shkon në zjarrt e xhehenamit. Allah thot nuk e udhëzon njerëz që janë keqbërës. Pra, ky themel, po këtë themel të nuk mund ta vendosësh veç se kur ki dije edhe njohuri të saktë rreth Allahut, rreth urdhnave të Allahut, emra dhe cilësive të tij,
si dhe atëherë kur ti, do thot në mënyrë të pastër i bindesh Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra bindjen e bën të pastër vetëm për Allahun dhe të dërguarin e tij, jo ndaj tjerëve, as ndaj vetes, dëshirave, epshave apo tjerëve. Kjo është baza më e fortë cilën e vendos ose e vë robi apo njeriu. Dhe në bazë kësaj baza apo themeli ngritet edhe lartësohet edhe ndërtesa e tij. Aq sa dëshiron ky mundet pasaj me ngrit edhe me lartësu ndërtesën e tij. Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, e sqaron këtë dhe thot: "Men arada uluwa bunyanihi fa alayhi bi tawthiq asasihi wa ihkamihi wa shiddati al-i'tina'i bihi." Kush dëshiron me ngrit lart ndërtesën e tij, atëherë thot e ka për detyrë që me forcu, pra me forcu edhe me përkry themelet e saj, edhe pasaj me kushturën si të madhe, po me kushturën si të madhe themeleve. Fa inna uluwa al-bunyani ala qadri tawthiq al-asasi wa ihkamihi. Nga se thot lartësimi i ndërtesës është në varësi se sa janë të forta themelet. Fal a'malu wad darajat bunyan wa asasuha al-iman. Por këtë arsye thot veprat që i kryen njeriu edhe shkallët që i arrin nivelet pra të imanit e kështu me radhë, thot këto janë ndërtesa. Kurse themeli i tyre është imani. Po shkallët janë veprat edhe shkallët që i arrin besimtari janë ndërtesa, kurse themeli i tyre është imani. Wa mata kana al-asasu wathiqan hamala al-bunyanu wa'tala alayhi. Thot për këtë arsye sa më i fortë që është themeli, aq më shumë bart, do thonë ndërtesë që më ndërtuan mbi të edhe lartësohet, ngritet mbi të. Pa aq më shumë ngritet, pastaj edhe ajo ndërtesë. Wa idha tahaddama shay'un min al-bunyan sahula tadarukuhu. Për këtë arsye thot, nëse prishet ose shkatërrohet një pjesë e ndërtesës, është lehtë pastaj që me rregullu ato, me nreq, me korrigju. Mirë po thot, wa idha kana al-asasu ghayru wathiq lam yartafi al-bunyan wa lam yathbut. Mirë po nëse themeli nuk është i fortë, atëherë thot edhe ndërtesa nuk ka mundësi të lartësohet, edhe nuk ka mundësi të qëndrojë e fortë. Wa idha tahaddama shay'un min al-asas saqata al-bunyan aw kad. Nëse një pjesë e themeleve shkatërrohet, atëherë thot ndërtesa ose bie, rrëzohet, po rënohet kajt ose është gati më rrëzu. Fal-arifu himmatuhu tashihu al-bunyan. Prandaj thot ai që ka dije, që ka njohuri, që është më lart për Allahun, për emrat e Allahut, cilësitë e kështu me radhë, thot ambicia e tij edhe synimi i tij është që me rregullu themelin, me forcu themelin. Wal jahilu yarfa'u fil bina min ghairi asas. Kurse ai që është ignorant, thot e ngre ndërtesën e tij, lartëson pa themele. Fala yalbath bunyanuhu an yasqut. Për këtë arsye thon ndërtesa e tij shumë shpejt rrëzohet edhe rënohet. Për rregulla të tjera edhe detyrimeve që ka obligim që sa më lart që besimtari mi kushtuar si edhe mi zbatu e kështu me radhë, kur i dëgjon pra urdhat e Allahut subhanahu teala, është që të ketë vendosshmëri edhe qëllim, pra njet që me i zbatu ato. Kjo është për gjëra që i ndihmojnë shumë njeriu që mi kry urdhat e Allahut subhanahu teala. Madje njeriu vetëm për këtë qëllim e synim që ka, po këtë vendosshmëri që ka, po vërtet edhe sinqert në zemrën e tij shpërblehet, edhe nëse nuk arrin mi zbatu të urdhat e Allahut subhanahu teala për shkak të vdekjes ose për shkak ndonjë pengese që i del në rrugë gjatë zbatimit të tyre. Allahu subhanahu teala sura An-Nisa në ajetin 100 thot: "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a." Kushdo që dal, kushdo që emigron, pra kushdo që bën hijrat në rrugën e Allahut, do të gjejë vendbanime të shumta, gjëra në tokë, edhe do të gjejë pra begati të shumta. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dhe kushdo që dal prej shtëpisë së tij, duke bërë hijrat për te Allahu dhe i dërguar i tij, pastaj gjatë rrugës pra e arrin vdekja, e zë vdekja, atëherë thot shpërblimi i tij është te Allahu, por kjo ka arrit shpërblimin e hijretit, edhe pse nuk e ka realizuar këtë vepër. Për shkak të njetit sinqert që e ka pas në zemrën e tij. Dhe thot Allahu subhanahu teala është mëshirëplot, pra falës dhe mëshirëplot. Për këtyre rregullave është që pastaj besimtari më ngut
Pa ato urdhën e Allahut subhanahu wa taala me shpejtu me zbatu sa më parë. Kjo vjen kuptohet si rezultat, si fryt i dijes edhe njohurisë së tij për cilën folëm më lart, po gjithashtu kjo është edhe një shenjë që tregon për një jetën edhe qëllimet e tij të sinqertë. Po njëkohësisht është edhe kusht që njeriu me fitu edhe me shpëtu. Ka se Allah subhanahu wa taala se që dim ka thonë wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën vërtet njeriu është i zhytur pra thellë në humbje. Pastaj Allah subhanahu wa taala i përjashton vetëm ata që janë të shpëtuar. Thot illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Por ata që kanë besuar edhe bëjnë vepra të mira. Edhe do thotë porosisin njëri tjetrin për të vërtetën, edhe porosisin njëri tjetrin për sabër. Po muslimani i mençur është ai i cili shpejton edhe ngutet që mi krye edhe mi zbatu urdhat e Allahut subhanahu wa taala para se mi humb koha. Para se mi humb mundësia e kryerjes së tyre. Prandaj një prej dietarëve më herët i ka shkruar disa vargje poetike, ka thonë madha amsu kal madhi shahidan muaddalan wattabahu yawmun alayka jadidu. Sot e kaluara e djeshme që ka kalu për ty, pra ajo ka shku edhe është ka me qenë si dëshmitar i drejtë ndaj teje. Po çdo gjë që ke vepruar ka me dëshmuar. Është dëshmitar i drejtë, pas nuk gabon. Pastaj thot ato e pasoj një ditë e re që do thot do të jetë si gjithashtu si dëshmitar për ty. Fa in taku bil amsi iqtarafta isaatan fabadir bi ihsanin wa anta hamidu. Prandaj thot nëse në të kaluarën ndjeshmën ke bër gjuna edhe mëkat, atëherë sot këtë ditën e re ngutu edhe shpejtoj që me bëni vepër të mirë, duke qenë kështu i lavdruar pa te Allahu subhanahu wa taala. Wala tubqi fi'l al-salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Prandaj thot mos i shtyj, mos i vono kryerjen e veprave të mira për të nesërmën. Ka se thotë nesër ka mos i marr mirë, po ti mos t'jesh. Idha mal manaya akhta'atka wa sadafat hamimaka fa'lam annaha sata'udu. Nëse thot vdekja nuk ka ardhur ty, mirë po e ka zonë dikon tjetër për ta afërm tu, dije se shumë shpejt ai do të kthehet edhe te ti. Për gjëra të tjera që ose rregullave dhe obligime dhe detyra që muslimani ka për detyrë, pra mi kushtu rëndësi edhe mi zbatu në raport me urdhat e Allahut, po krijuesit e tij, është me qenë i sinqert. Po në kryerjen e këtyre urdhave, po mi bë të pastër, të kulluar sinqerisht mi ia kushtu Allahut subhanahu wa taala. Po në surën Bayyina, në jetën e 5, Allah thotë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Ata janë urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala sinqerisht. Pa të gjithë fen urdhat adhurimet mi ia kushtu të pastër sinqerisht kulluar Allahu subhanahu wa taala. Për këtyre rregullave është që ti më mundu me e përsos, me përkry veprën tonë. Në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala me patë ti sinqeritetin tonë. Pa që ti mundosh me qenë i sinqert dhe i vërtet me Zotin tonë, me Allahun subhanahu wa taala kur i kryen urdhat e tij. Po mundosh me kryer ato në formën më të mirë, edhe me sinqeritetin më të madh. Allahu subhanahu wa taala thon surën Tauba në jetën e 105: "Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Thuajini, jo veproni, mirë po Allahu do ta shoh veprën e juaj, punët e juaja, edhe i dërguari i tij dhe besimtarët. Pastaj thot: "Wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Mirë po ju shumë shpejt do të ktheheni te ai i cili e din të dukshmen, të padukshmën edhe dukshmen, po ghaibin edhe atë që është e dukshme. Pastaj do t'ju njoftoj për çdo gjë që keni punuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që Allahu subhanahu wa taala e don një njeri i cili kur e kryen një vepër mundohet me plotsu ato, me bën formë plot për kryer. Pra Allah pejgamberi sa më thot në hadithin e sakt: "Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu." Vërtet Allah e don shumë që kur dikush prej juve e kryen një vepër, më mundu me përsos ato, me përkry, me bën formën më të mirë, më të plotë. Për këtyre rregullave dhe detyrave është që besimtari pasaj mi rujt veprat e tij që i ka kry. Pa urdhat e Allahut që i ka zbatuar, se veprat në përgjithësi mi rujt që mos mi azgjësu.
Allah subhanahu wa taala sura Bakara në ajetin 264 thot: Ja ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju që keni besuar, mos i zhvlerësoni, mos i prishni, mos i azgjësoni lëmoshat e juaja duke ja u kujtuar, duke ja u përmendur atyre që ju keni dhënë, edhe duke i ofenduar. Dietari i njohur Ibn Sa'di Allahu mëshiroft kur e komenton këtë ajet thot: Yanha ibadahu ta'ala lutfan bihim wa rahmatan an ibtali sadaqatihim bil manni wal adha. Thot në këtë ajet Allah subhanahu wa taala po ja ndalon robërve e tij prej mëshirës që e ka ndaj tyre. Edhe do të thonë butësisë që e ka ndaj tyre, po ja ndalon që po ja tërheq vetëm, po ja ndalon që mos mi zhvlerësu, mos mi azgjësu lëmoshat e tyre duke ja përmendur, duke ja kujtuar tjerëve, pa atyre që ju kanë ndihmu, duke mos ja përmendur do të thonë ndihmat e lëmoshat që ju ka dhënë edhe përmes ofendimeve. Prandaj thot fa fihi an al manna wal adha yubtilu sadaqa. Prandaj ky ajet thot na tregon se këto dy gjëra, po kur ja përmend ti ku ja kujton të mirat që ja ke bërë tjetrit, ose nëse ofendon edhe e fyen, kjo e zhvlerëson ose azgjëson sadakon lëmoshën tonë. Mirë, po çfarë është më rëndësi thot: "Wa yustadallu biha ala anna al-a'mal as-sayyi'a tubtilu al-a'mal al-hasana." Thot përmes këtij ajeti argumentohet se veprat e këqija, gjunat që i bën njeriu, janë shkak që mu zhvlerësu dhe mu azgjësu veprat e tij të mira që i ka bërë më herët. Wa fihi al-hathu ala takmil al-a'mal wa hifdhiha min kulli ma yufsiduha li alla yadhi'a al-amal suda. Po ashtu edhe në këtë ajet ka inkurajim. Allah po na nxit që mi plotsu veprat tona, mi bën mënyrë të plot për kryer, edhe mi rujt ato pi gjitha ato gjërave që i prishin ose i shkatrojnë, i zhvlerësojnë. Në mënyrë që thot veprat e tona mos më na shku kot. Po gjitha ato vepra që i kemi kryer më na shku kot pa kur far dobi ose përfitimi. Fa innal minnata wal adha mubtilan li a'malikum. Ka se Allah po thotë që këto dy gjëra ja u zhvlerësojnë veprat e juve. Pse? Thot li anna shart al-amal an yakuna lillahi wahda. Wa hadha fi al-haqiqati amala ose amila lin-nasi la lillah. Ka se thot e dina që kusht i veprave dhe adhurimeve është që të bëhen vetëm për Allahun, për askën tjetër. Ndërsa ky që ja kujton njerëzve të mirat që ja ka kryer, ose që ja ofendon për shkak të tyre të mirave, thot ky realisht ka vepruar ato vepra i ka kryer për hir të njerëzve, jo për hir të Allahut. To ky ka qenë qëllimi i tij. Fa a'maluhu batila wa sa'yuhu ghayru mashkur. Për këtë arsye thot veprat e tij janë zhvlerësuar, po kanë shku kot. Edhe përpjekjet e tij thot nuk marrin falënderim edhe shpërblim prej Allahut. I këtyre rregulla dhe obligime që gjithashtu duhet mi pas parasysh në raport me urdhat e Allahut subhanahu wa taala, po e kemi obligim mi marrë në konsiderate dhe mi zbatu, është që me qenë të vazhdueshëm në kryerjen e urdhave të Allahut. Siç na ka treguar vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatahu." Pra në hadithin që transmetohet te Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka adet, zakoni i tij që kur e ka kryer një vepër, ka qenë i vazhdueshëm to. Jo ka mbajtur ato vepra, ma kur nuk e kalon. Po ashtu hadithin tjetër që transmetohet pe Aishës radhiyallahu anha, gjithashtu te Muslimi, tregon se pejgamberi sa është pyetur cilat janë veprat më të dashura te Allahu, që Allahu i don më shumë ti. Ka thonë adwamuhu wa in qal. Veprat më të dashura te Allahu janë të vazhdueshme që kryhen në vazhdimsi ditë për ditë edhe nëse janë të pakta. To vepra i don më shumë te Allahu. Për obligimeve gjithashtu është që njeriu me i ftu dhe me i bë davet, pra me i thirrë edhe të tjerët ato gjëra që i ka urdhëruar ose vepra që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Pra ato mi përhap në mesin e njerëzve, edhe mi nxit ata, mi u bë davet që mi zbatu urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe askush nuk mundet më arsyetu edhe mi thonë që nuk ka mundësi mi ftu ose mi bë davet tjerëve, nga se secili duhet me bë davet në bazë të dijes, njohurisë që ka dhe mundësisë. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sa ka thonë bellighu anni walau aya. Hadithi që ka te Buhariu. Përcjellni kumtone prej meje qoftë edhe një ajet. Po një ajet e din, ato do të më u përcjell të tjerëve. Ibn Uthaymin Allahu më thot kullu man amila sunnatan yanbaghi an yubayyinaha fi kulli munasaba. Wa la taqul ana lastu bi'alim.
nam leste bi alim walakin indaka ilm. Dhe çdo kush që e din një sunet pejgamberit sa duhet që më ia sqaron njerëzve edhe më ia tregu njerëzve më thirr taj sunet në çdo rast që jepet mundësia. Ja, nuk ka se të më thonë unë nuk jam dietar ose nuk jam hoxh edhe nuk kam obligim mi thirr tjerët. Thotë është vërtet që si e dietar, mirë po ti ki këtë dije. Po kjo është dija që e ki duhet më përhap tjerëve. Edhe në qoftë në sunet ose në hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu pe obligimeve tjera që mundu me përmend këtu, pra që është besimtari do të mi zbatu pra këto rregulla dhe obligime dhe detyra në raport me urdhnat e Allahut është që më tregu i durueshëm ndaj ofendime apo lëndime të njerëzve kur ai ja u përcjell edhe i bën davet pra ja u përcjell këto urdhna të Allahut subhanahu teala. Po muslimani ka nevojë, është i nevojshëm pra që tregohet i durueshëm kur i kryen vet ato, kur i zbaton vet ato, mirë po gjithashtu ka nevojë që të ketë durim edhe kur i thirr tjerët. Kur i fton tjerët e i bën davet dhe ja mëson tjerëve këto urdhna të Allahut subhanahu teala. Allah subhanahu teala thon surën Al-Imran ajetin e fundit, pra në ajetin e 200, ja ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ajo që jeni besuar, tregoni durueshëm edhe jepni durim njëri tjetrit. A tregoni vigjilant edhe keni frikë Allahut në mënyrë që të shpëtoni. Ose siç ka thënë pra poeti, fa sabrun falaysa al-ajru illa li sabirin ala ad-dahri inna ad-dahra lam yakhlu min khatb. Tregoj durueshëm, nga se shpërblimi ju takon vetëm durimtarëve. Ata që treguan durueshëm gjatë gjithë kohës. Mirë po thotë gjithashtu dije që vazhdimisht gjatë gjithë kohës pra ka me pas prova dhe ka me pas gjëra që të mundojnë. Kto ishin pra disa prej rregullave, edebeve, obligimeve dhe detyrave që ne do të mi pas në karshi ose mi marrë në konsiderat dhe mi zbatu në karshi urnave të Allahut subhanahu wa taala dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që gjithmonë na mundsoj që mi zbatu këto rregulla dhe këto obligime dhe Allah dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi